të ndryshohet emri i partisë sonë në Partisë Socialiste. Kush është dakord? Ditë më pas do të zgjidhte udhëheqjen e re të PPSH-s dhe do ta pranonte edhe emrin e ri të partisë. Ramiz Alia kishte përgatitur një skenar të detajuar që PPSH-ja të lëshonte sa më pak, ose as pak pushtet edhe pas ndërrimit të sistemit. Me një makiazh të lehtë ku përfshihen ndryshimi i disa byroistëve dhe i emrit të partisë, trupi i të vdekurës që kundërmonte erë sipas dritroit, u ngjall si me magji, pa që nevoja të akuzojë askush. Askush nuk kërkoi kurrë ndjes për krimet e shkaktuara për 50 vjet, as për liritë e mohuara të shqiptarëve. Drejtuesit e Partisë Shtet shpallën më 12 qershor 1991 emrin e ri të partisë së vjetër, Partia Socialiste e Shqipërisë. Siç ram dakord, hedhim fillimisht në vot propozimin që të ndryshohet emri i partisë sonë në Partisë Socialiste. Kush është dakord? Kundra? Abstenim? Miratohet. Partia quhet Partia Socialiste e Shqipërisë. Kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë u zgjodh Fatos Nano.